dhimbja e familjeve që prej më shumë se 2 dekadash jetojnë mes shpresës dhe pasigurisë për fatin e më të dashurve të tyre, vazhdon të mbetet një nga plagët më të rënda të pasluftës në Kosovë. Rrëfimet e tyre për pritjen e gjatë, mungesën e përgjigjeve dhe mallin për ata që nuk u kthyen kurrë në shtëpi, u sollën para publikut përmes dokumentarit të realizuar nga BIN Kosova. Në Universitetin e Pejës, Haxhi Zeka, para publikut është shfaqur dokumentari i cili trajton historitë e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke sjellur rrëfime prekse të familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Pra, nëse një foshnje e luftës, më thonë flas, më thonë nuk mbaj mend kur nga lufta, mirë po jam mbit nga familjarët e mi për historinë e dëmshme të luftës së Kosovës. Dokumentari mendoj që ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe mendoj se dokumentarët e tillë ka nevojë që të shfaqen sa më shumë dhe që të rinjët të jenë sa më të informuar pra për krimet e luftës që janë bërë në shtetin e Kosovës. Dokumentari sjell dëshmi mbi mizoritë e kryera gjatë luftës në zonën e Dukagjinit, ku viktimat civile u torturuan, u vranë dhe trupat e tyre u zhdukën me qëllim që të fshiheshin gjurmët e krimeve. Rreth 400 persona nga Peja, Klina, Istogu dhe Deçani vazhdojnë ende të jenë të zhdukur. Mira familjarë vazhdojnë të përballen me pasojat e krimeve, duke bartur traumën në përditshmërinë e tyre dhe shpesh edhe tek brezat që kanë lindur pas luftës. Në ditët e para pas luftës, rreth 6500 persona figuruan si të zhdukur. Në atë kohë, qindra njerëz ndodheshin në burgje, gjë që mbante gjallë shpresën e familjarëve për kthimin e tyre. Është normalisht një përvojë shumë e vlefshme për student që synojnë që nesër t'janë jurist, që të shohin këso dokumentarësh, për shkak se nuk e kanë përjetu luftën, kanë linë një kohë shumë më të vëndshme sa kur ka ndodhur lufta, dhe mendoj që ndihmon në memorien kolektive të popullit që vazhdimisht të shfaqen dokumentarë të tillë. Shfaqja e dokumentarit është organizuar në kuadër të projektit Shpalosja e së vërtetës, luftimi i gazetarisë monoetnike dhe avokimi për personat e zhdukur në Kosovë. Shfaqja e dokumentarit në Pejë është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që BIN Kosova ka filluar t'i promovojë në 8 rajone të Kosovës me qëllim dokumentimin e historive të personave të zhdukur dhe krijimin e një hapësire për diskutim publik dhe institucional mbi këtë plagë të hapur të shoqërisë kosovare.